Çfarë ka ndodhur? Po të lexoje me vëmendje gjithë atë kërkesën e prokurorisë italiane, vendimin e gjykatës italiane, I referohej edhe 4 operacioneve të mëhershme të bëra në bashkëpunim me drejtësinë shqiptare, pra Italia me Shqipërinë. Dhe në të 4 këto operacione të bëra kryesisht në zonën e Puljas, patjetër që duke qenë se italianët në gjën kryesore të punës së tyre hetimore kanë bashkëpunëtorin e drejtësisë, pa diskutim që mund të kenë thyer përveç çfarë kanë pasur të përftuar nga përgjimet Sky ECC dhe Encrochat, kanë thyer dhe kanë përftuar edhe bashkëpunëtorë të drejtësisë, të cilët kanë dhënë edhe dëshmitë e tyre se kush janë grupet italiane të cilët janë të përfshirë në këtë ilegjitim, pra në këtë marrëdhënie jo të përshtatshme me ligjin, jo ligjore, dhe që kanë çuar më pas edhe tek lidhjet me grupet shqiptare, e deri për të ardhur tek dëshmia e Nureddin Dumani që ka përforcuar. Okej, se kam në pjesën e dytë, po do doja një opinion nga 2 ekspertë, zoti Softa. Lajmi i sotëm është, le të themi, goditje forte e shtetit ndaj krimit, apo mendoni që operacioni ka patur edhe problemet e veta, pra operacioni, le të themi, në kompleks, pavarësisht se dy autoritetet, 2 vendeve e vlerësuar maksimalisht, madje dhe unë e përmenda janë 360 forca policore që kanë marrë pjesë në këtë operacion. Nuk është operacioni i parë, janë organizuar, ka pasur disa operacione të quajtur Omega operacion, që vjen si rrëdhojë e bashkëpunimit të strukturave shqiptare me strukturat e huaja kryesisht Italisë. Kujtojmë operacionin Shpirti, operacionin Metamorfoza, operacionin Kulmi. Shpirti dhe Kulmi përmenden në dosjen italian, të dyja. Shpirti, Zemra. Këto janë disa operacione të cilët vinë dhe bazën kryesore të nisjes tyre I kanë nga zbërthimi I aplikacionit Sky. Pra nga këtu janë gjitha ato përgjimet kanë dalë, ku ata kanë komunikuar dhe si rrëdhojë e këtyre komunikimeve ka filluar një çështje hetimore. Kjo çështje hetimore, mos gaboj, daton në 2021, pra ka disa vite që bëjnë... Ato kanë qenë muajt e fundit të Sky ECC, për ta saksuar. Mas këtij momenti që kemi zbërtimin e këtij aplikacioni, kanë dëgjuar këto biseda dhe kanë ndërtuar, pastaj kanë ngritur një hetim. Dhe ky lloj hetimi që kanë ndërtuar italianët në territor për shkak të këtij aktiviteti të grupeve shqiptare, po jo vetëm shqiptare dhe italiane, bazohet, thash, tek platforma, bazohet tek serverat që ato kanë marrë, bazohet tek bashkëpunëtorët e drejtësisë, të cilët janë, ai dhe përmend janë 3, pra nuk kemi një, kemi disa bashkëpunëtorë dhe përgjimet. Ato kanë ndërtuar metodën e njohur të përgjimeve ambientale, të përgjimeve telefonike dhe të teknologjisë së avancuar që ato sot kanë për të kontrolluar dhe aktivitetet që ato kanë. Për shembull, janë disa pajisje të cilët vendosen I distancë, bëjnë kontrollin e një aktiviteti caktuar. Ka disa veprime në territor italian që quhen sekuestro. Janë asetet në Itali, janë rreth 9 apartamente, janë 4 kompani, 7 llogari, 3 makina. Në Shqipëri kanë qenë ato që u bën publike restorantet, 2 kompani ndërtimi, 4 shoqëri tregtare, restorante, një agjenci dhe një TVK Vllorë në Vlorë që ishte me përmasa, po. Dhe arrestimet. Automjete luksoze dhe para kesh. Kjo është ajo që thotë. Por nuk e thot sa është. Prandaj insistoj edhe një herë se nuk është I detajuar njoftimi I spakut. Detaje, po të referohemi mediave italiane. Dalin disa detaje ku një pjesë, po themi, të transferve janë përdorur dhe në monedhën digjitale. Pra ka pasur rreth një blerje që ka pasur dhe një lloj, që rreth gjys milioni euro, drejtuar drejt Amerikës Latine për blerje të një ngarkesë caktuar të heroinës. Flitet për heroinën dhe 2 drogat e forta, të cilët kanë pasur 2 linja, një linjë ka qenë nga Turqia dhe një pjesë tjetër nga Amerika Jugut. Këto linja janë drejtuar zonës italiane dhe në zonës italiane ka pasur përdorim të grupeve lokale, të cilët kanë bërë paketimin, kanë bërë shpërndarjen, shitjen me pakicë dhe kanë mbuluar një pjesë të mirë të territorit deri në Rom, në zonën e Pomecias, dhe pastaj kemi pjesën veriore të Europës ku janë vështrirë dhe këto operacione për goditjen e këtyre grupeve të përmendura në këtë operacion. Dhe ajo çfarë tërheq vëmendjen është një bashkëpunim I mirë midis strukturave, tashmë Spaku dhe strukturat shqiptare kanë arritur një bashkëpunim të cilin dhe ata e përmendën në konferencën e tyre,
ku mbi të gjitha suksesi i këtij operacioni ka qenë dhe bashkëpunimi dhe shkëmbimi i informacionit. Sepse diçka që shtrihet në territor, i organizuar në territor italian, por sigurisht dhe parat që vinë në territorin shqiptar